Krejtësisht të ndryshëm por të ngjashëm në të njëjtën kauzë, jo rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Ky është slogani që po pushton në rrjetet sociale nga qytetarët shqiptar, të cilët kundërshtojnë vendimin e qeverisë për të rishikuar çmimin e energjisë elektrike. Aktor, shkrimtar, intelektual, qytetar të thjeshtë, fëmijë të rritur me pankarta në duar i thonë jo rritjes së çmimit të energjisë. Fushata nisi në rrjetet sociale fill pas publikimit të lajmit nga qeveria shqiptare si një formë demokratike për të ngritur zërin qytetar. Pikërisht për këtë ndërgjegjësim qytetar është krijuar dhe një faqe në rrjetin social Facebook me emrin Kundërrritjes së çmimit të energjisë dhe ku të gjithë qytetarët janë të ftuar të bashkohen. OST ka kërkuar rritjen e çmimit nga 0.6 lek në 0.73 lek për kilovat, kurse CEZ e vë erën përballë dy zgjidhjeve. Nëse kesh do t'i fal borxhin, atëherë propozon lënien e çmimit aktual, por nëse nuk arrihet kjo, atëherë çmimi do të rritet me 4.6%. Ere pritet të marrë vendim në fillim të dhjetorit, ndërkohë që reagimi qytetar do vijojë çdo ditë fotoprotestën online kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike.